Ju si e shihni, zoti Arifi, dhe mbi të gjitha do doja të dija se si e shihni pozitën e kryeministrit shqiptar, zoti Edi Rama. A mund të luaj rolin e ndërmjetësit edhe për t'i sheshuar në një farë mënyre të gjitha këto probleme që ne i tham pak më parë? Shikoni, është një shprehje e vjetër e cila historia është mësimi më i mirë edhe për të ardhmen. Me kriminal nuk mund të ndërtosh sistemin bankar, sepse gjithmonë do ta vjedhë. Pra logjika është edhe kështu. Nuk mund të ndërtosh paqe me kriminal lufte, pra është e pamundur që të arrihet. Historia na ka dëshmuar që deri tash asnjëherë nuk është arrit paqja vërtet me kriminal lufte. Pra e kemi vetë ndërtimi i Evropës është ndërtuar në paqe dhe në mirëbesim dhe në kërkim falje dhe në dëmshpërblime tjera. Pra Evropa në momentin që është denacifikuar, sidomos Gjermania, atëherë ka filluar në Evropë një botë kuptim krejt tjetër. Pra, është e vështirë, shikoj, ekonomia nuk po them që nuk lëviz, por mora paralelen, edhe ekonomia, edhe Ukraina dhe Rusia kanë pas ekonomi të hapur, por nuk funksionon gjithmonë ashtu siç është në teori. Pa në praktik duhet të ndërtohet shtëpia me një themel të mirë, të pastër dhe me të gjitha aspektet teknike. Pra kjo është logjika edhe në politikë. Pra nuk mund të pretësh nga Vučići apo Vučića tjerë, se s'është në rëndësi emri dhe mbiemri i presidentit apo udhëheqësit serb, por si shoqëri dhe si elitë politike, nëse nuk ka denacifikim, pra nuk mund ta justifikoj pas BE-n. BE ka shkel të gjitha parimet e mundshme në momentin që ka hapur negociatat me Serbinë. Ktu një shkel të gjitha traktatet e vetë Bashkimit Evropian. Kjo nuk ka politikë zgjuar. Kjo është e pakuptim, sepse ne edhe pasi që patëm marrëveshje me Serbinë, ne patëm sulme terroriste. Ju lutem, por kjo nuk ka sens mos politik. Sa përket zotit Rama, jo, nuk besoj që mund të arrijë në ndërmjetësim, edhe pse ka një reputacion të mirë politik në BE, por nuk mund të arrijë për shkak të... S'mund të ketë një rol dominues Rama në këtë rast? Jo, duke për shkak edhe faktorizuar le të themi pozitën veten edhe pozicionin e tij. Ai do të mundohet të faktorizojë vetëm, por nuk mund ta bëj për shkak të fërkimeve që i ka me kryeministin Kurti, dhe normalisht edhe ai do të kujdeset që mos të zhytet në botën po themi të ndytë të zotit Vučić. Pra se zoti Vučić nuk e ma fjalën. Pra serb njihen në histori që nuk e mbajnë fjalën dhe nuk i respektojnë marrëveshjet ndërkombëtare. Prandaj është problematik me një mentalitet të tillë për të ndërtuar paqen. Jam i bindur që asnjë histori në asnjë vend paqja nuk u ndërtuar mbi varreza. Pra minimumit është kërkimi i faljes dhe largimi nga e kaluara. Dhe mandej gjëra tjera rrjedhin vet, mandej pajtimi mes kombeve, integrimi, ekonomia, ato lëvizin mandej me shpejtësi të dritës. Pra pa e hequr pengesën e madhe do të jetë shumë vështirë. Do të jetë shumë vështirë, shikoni linjën e mesme, pikërisht e kemi ripërsëritje në gjitha luftrave, sepse nuk është zbatuar parimit. Pra, kur i largohemi nga parimi, komplikimet vinë gjithmonë aty. Ato janë problemet të cilat janë latente, por ato shfaqen kohë pas kohe nëse nuk intervenohet në mënyrën e duhur. Dhe pikërisht ju përmendët botën e ndyrë cilësuat ju të zotit Vučić dhe Rama do të refuzojë që të zhytet në këtë botë. Por si ka mundësi, zoti Bilali, që Bashkimi Evropian fton në tryezë Vučićin, ndërkohë që ky i fundit përdor një gjuhë të jetë agresive dhe ushqen tensionet në veri të Kosovës? Pra, a mund të bëhet fjalë për normalizim të rajonit? Është herët. Kur ka një krizë kaq të thellë? Po, kriza e brendshme në Serbi tregon, edhe protestat dhe mund të them është ndoshta në finalizimin, mund të them, sepse ne kemi ka deklarata, mund të them hajde të dëshirores, po në Serbi është një situatë e tillë e cila Vučićin e ka pru buz gremine, së është mirë që e ka pru. Por ne harrojmë ndonjëherë se kush do vjen në pushtet në Serbi dhe çfarë politike. Dhe ne kemi parë çfarë kthese ka marrë protesta e 28 qershorit në Beograd. Po është i përzierje me notat nacionaliste që ju dhanë. Po absolut. Bile bota serbe është në, mund të them, në programin e tyre, edhe pse është një konglomerat i forcave qoftë të atyre proruse. Fryma evropiane është edhe dop në këto protesta. Po kush do ta trashëgojë Vučićin është problematika. Do ketë një gjakderdhje e kështu. Meqense unë besoj çdo kon edhe lufta apo Izrael Iran që ka qenë e kontrolluar. Dhe mendoj që ata që e fillojnë e lanë të zhvillohet, po në fund edhe ndalojnë. Nuk isha pas dëshirë me pas luftë të kontrolluar në Kosovë. Kështu që për ata për me eliminu problematika
duhet mi zgjidh. Jo, geopolitike e morra që ndonjëherë nuk them që e kam kështu precize, por unë është mendimi imi që luftat kontrollohen, po edhe problemet e tilla në Ballkan është një nderuar ta përmend edhe me emrin Abdi Baleta ka thënë një fjali të mirë, unë vjekes ta them kështu, duket pak e pist, po kur kanë probleme kështu me dhimbje barku evropian e kanë Ballkanin ose pjesën tonë që çlirohen pak. Mendoj që evropianët nuk janë që zgjedhin probleme. Dhe shihet që do kemi dhe trajtimi që i bëhet Serbisë është i një natyre tjetër. Ata dëshirojnë që të largojnë nga kampi i Kremlinit apo pro-rus, meqense është vështirë që të largohet një mentalitet i tillë dhe edhe një botkuptim i tillë. Por pse trajtohet kështu, dje ka pas takime të rëndësishme edhe me mbretin spanjoll, pastaj me kryeministin Vučić Sanchez, me Macronin, dhe mendoj që aktivitetet dhe lobimi i Serbisë dihet që ekskluziv bëhet që Kosova të dëmtohet. Rama pyeti një pyetje shumë interesante. Besoj që Rama dëshiron të jetë adut dhe një qendër e diplomacisë të gjatë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Duket se ka marrë një primat të tillë edhe nga organizimi i takimeve në raport me unë, por edhe 27 që do të jetë takimi samiti NATO-s. Rama luan një rol, mund të them, në këtë drejtim, por Rama ka mik Vučićin, këto është pikpyetja dhe mendoj që a do jetë shtytja që Rama ta përdor, mund të them, të ketë ngritje si botkuptim, si figurë, si karakter. Rama nuk e mendoj që i takon forftrymes nacionaliste dhe këtu është ai problemi. Shqiptarët kanë nevojë një nacionalizëm real, ta kenë një lider real të tillë i cili mbron me fanatizëm interesat nacionale dhe kombëtare, qoftë Kosovës dhe Shqipërisë, meqense Kosova është dhe duhet të përfaqësohet nga edhe pse institucionet i kemi larg të bërit fatkeqësisht. Ju thatë që Vučić tashmë ka hyrë në një rrugë që duket pak thim, buzë greminës, dhe unë do doja të pyesja pak zotin Arifi, a sheni mundësinë e nisjes së një lufte civile në Shikoni, Serbi, duke qenë se nuk ka munguar, le të themi, edhe akuzat e gjuhë e ashpër e Vučić, duke theksuar pikërisht këtë, që protestuesit po synojnë në nisjen e një konflikti civil. Vështirë të parashihet a mund të ketë luftë civile, por fërkime të thella brenda popullit serb do të ketë, por kjo është çka të mbjellësh do të korrësh. Pra, shumë është e thjeshtë, kjo është edhe një farë mënyre kanë leju një Serbi kriminale të zhvillohet, pra me varrezat e shqiptarëve, të bosnjakëve, të kroatëve, dhe tash kjo është pasojë që mund të bartet edhe në vende tjera. Por si do shoh, mendoj që prap unë e kam thënë edhe një herë decisive do të jetë reagimi i ushtrisë serbe. Nëse ushtria serbe e marr anën e protestuesve, atëherë vështirë që mund të kemi luftë civile, por nëse ushtria është e ndarë në dysh, atëherë mund të ndodhë një konflikt i cili mandej edhe mund të shuhet. Por si do që të jetë, mendoj që Serbia nuk do të jetë e njëjtë. Çka do të ndodhë pas largimit të Vučićit, do ta kenë shumë vështirë që të integrohen në shumë mekanizma, sepse do të dëmtohet aparati serb edhe i diplomacisë nëse ndodh një qarje e madhe. Por pavarësisht asaj, ne nuk kemi gati si Kosovë në asnjë aspekt, ne jemi ende në elementet primitive të botkuptimit të politikës dhe kjo është ajo gabimi më i madh i joni, për të cilën nuk folëm shumë, e që do duhet të flisnim, sepse do t'i kurti nuk ka çka shkon sot në Shkup, se s'ka çka fol, është kryeministri në detyrë, ka uzurpuar detyrën. Ka një krizë të thellë, të jashtëzakonshme politike prej muajsh në Kosovë. Një kryeministër që s'ka parlament është i pakuptim. 40 tentativa që sepse as fjalë s'm jep, as në shkruan dokument, as në ratifikon dokument, pra është një palaço politik. Pra kjo është logjika të cilën neve po na jep pse na mund Serbia, sepse ne edhe problemin e Kosovës jemi duke e parë shumë nga një kosovarocentrizëm që është gabim. Ne duhet parë edhe si kom, prandaj duhet reaguar, pajtona me zotin Bilali që do t'i Rama ndoshta i mungon një dozë jo nacionalizmi ballkanik, por europian. Pra që ta shikoj pak çështjen e Kosovës edhe nga këndvështrimi kombëtar. Po janë përplasjet pra, përplasjet që ju i cituat. Absolutisht. Unë ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndat me ne, kënaqësi biseda. Faleminderit, gjithmonë të mirëpritur në Breaking, muaj të mbar.